Ashtu si nga të gjitha krahinat e vendit, edhe në minoritetin jugor grek, ka pasur fotografë të cilët kanë regjistruar me aparatet e tyre njerëz, vende dhe ngjarje, të cilat mbeten me vlera dokumentare për kohën. Njëri nga këta është edhe Jorgo Vaso nga fshati Sotir i Dropullit të Sipër. Ai është lindur në vitin 1903 në fshatin Sotir të rrethit të Gjirokastrës. I ati, Mihali, si shumë bashkëkrahinar, mërgoi në Amerikë, ku edhe vdiq 2 vite më vonë, kohë kur Jorgo ishte vetëm 13 vjeç, për të përballuar kushtet e vështira ekonomike. Pas një viti, djaloshi Jorgo shkoi në Stamboll, ku jetoi rreth 7 vjet. Atje ai mësoi mjeshtërinë e pastiqerit dhe të fotografit. Më pas, më 1926, ai filloi punë si fotograf në Selanik, një metropol i njohur historiko-kulturor ballkanik me banor edhe nga të gjitha vendet e Gadishullit. Pasi punoi 2 vjet aty, ku fitoi një përvojë të çmueshme, ai kthehet në fshatin e tij, ku edhe martohet me një bashkëfshatare. Ndërkohë, vazhdon me fotografime në qytete Gjirokastër, Tepelen, përmet e krahina të tjera jugore. Duhet shënuar se punën e fotografit në fshatin e tij, Sotir, Jorgo e krye në kushte fare primitive, pa energji elektrike, me pak pajisje, por me shumë pasion. Prej kësaj, ndërkohë kam bëritur në ditët e sotme shumë foto të bashkëshatarëve të tij, të cilat flasin edhe për nivelin e qytetërimit të zonës së minoritetit jugor grek në Shqipëri. Në vitin 1948, Jorgo Vaso u vendos në Sarand, ku punoi si fotograf në ndërmarrjen komunale për rreth 15 vjet. Mandej doli në pension po aty. Edhe pas kësaj shkëputje zyrtare nga puna, ai vazhdoi të ushtroi pasionin e tij fotografimin deri në vitin 1977. Pas disa vitesh më 1985, ai shkoi në qytetin e Fierit, ku jetoi me familjen e të birit, Vasilit, deri në ndarjen nga jeta më 1996. Ashtu siç kishte kërkuar vetë me gjallje. Vendprehja e fundit e Jorgo Vasos u bë fshati i lindjes Sotir. Sipas të dhënave që disponon familja, ai ka lënë rreth 1000 filma celuloidi dhe një sasi të konsiderueshme në xhama, me foto njerëzish, vendesh, ngjarjesh dhe peizazhesh, shumica dërmuese e tyre ende e pa hedhur në letër. Me krijimtarinë fotografike të Jorgo Vasos, është botuar në vitin 2007 në Tiranë, nga ambasada greke, një album me portrete të realizuara gjatë viteve 1920-1945. Përgjithsisht, ato janë foto të porositura dhe me synime, kujtimi a dokumentit të banorëve të fshatit të tij dhe të krahinës së Dropullit. Mjediset ku janë realizuar ato janë të zakonshme. Ndonjë dhomë shtëpie, lokal fshati, murguri atulle duke përdorur një tekstil të posaçëm si sfond. Fotot e albumit shpërfaqin jo vetëm tiparet karakteristike të zonës, por në një farë mase, edhe mënyrën e tyre të jetesës, si për shembull, veshje karakteristike dhe rite shoqërore si martesa dhe funerale. Vaso ka plotësuar rolin e fotokronikanit, jo vetëm për fshatin e tij, Sotir, por edhe për fshatrat përreth, për ngjarjet e ndryshme shoqërore, fetare dhe ekonomike, prurje të cilat kur të hidhen në letër do jenë një ndihmës e vjetër për ata që studiojnë historinë e zhvillimit ekonomiko-shoqëror të zonës. Nga prurjet fotografike të Jorgo Vasos të ofruara nga familja, dallohen edhe 2 peizazhe të goditura natyrore. Nga të dhënat e të afërmve, mësohet se ato janë realizuar në jug të Shqipërisë, para vitit 1940. Peizazhi i parë paraqet një liçe në sipërfaqen e të cilit pasqyrohet një mal që ndodhet pak larg në horizont. Në foto duken fare mirë planet e ndryshëm nga njëri tjetri të 2 imazheve, qoftë ati të vërtet, fizik, ashtu edhe ati të reflektuarit në liçe. Peizazhi tjetër paraqet një mal me borë dhe re sipër tij, dhe poshtë tij një fshat dhe një lum. Imazhi ka kontraste të forta tonale dhe ka kuadrim mjaft të goditur e konfiguracion mbreslënës. Realizimi i këtyre 2 peizazheve tregon se Vaso bënte edhe foto për kënaqësi vetjake, pra pa porosi edhe pagesë. Po çfarë ka shtyr Vason që të përngri në foto këto pamje tërheqëse të natyrës? Do thoshim, asgjë përveç shpirtit të tij, prej artisti që gjen shpërfaqe në lëmin e fotografisë. Të mos harrohet se fotografi ynë nuk kishte ndonjë kualifikim të veçantë në fushë të dhomës së errët. Pra ishte autodidakt. Krejt e ndryshme nga të mësipërmet, mbetet një foto e Jorgo Vasos e vitit 1925, e cila të tërheq vëmendjen, sepse aty paraqiten 2 burra në klubin e fshatit duke tokur gotat e rakisë. Një ritual ky, sa i këndshëm për aktorët, aq mbreslënës për shikuesit e fotos. Në të
pjetarët, të themi janë miq të gotës, janë ulur pranë një tavoline të vogël rrethore, me gota po ashtu të vogla dhe me fare pak meze përpara. Por ata rezatojnë një kënaqësi të përmbajtur, jo euforia alkolike para aparatit. Të gjitha gjërat në foto janë me kursim, përveç ëndje serioze që shpërfaqin dy burrat. Njëri nga burrat ka veshje qyteti, ndërsa tjetri të zonës. Mundet i dyti të ketë ftuar qytetarin për një gotë në klubin e fshatit, sa për të shkëmbyer 2-3 fjalë për të rejat e situatës. Fotoja mendoj se e kalon cakun në një shkrepje rutinë dhe ka nuancat e fotografisë shoqërore. Me sa është hulumtuar deri tani, pak foto të tilla, vërsnike të kësaj, para luftës së dytë botërore, gjenden në SIH. Fotografi Kel Marubi ka me këtë temë, një të ngjashme me 2-3 dervish, por duke gjerbur kafe, rreth viteve 1900-1918. Shumica e fotove janë hedhur në kompjuter, dhe është në përfundim, shfaqja aty e të gjithë arshivës fotografike, që Vaso e kishte sitemuar dhe mirë mbajtur me kujdes. Gjithsesi, siç u përmend edhe më sipër, kur të zbardhet, hidhet në letrën fotografike, pjesa më e madhe e krijimtarisë së begatë të Jorgo Vasos. Të përzgjidhen prej saj ato më me vlerë, do dali më mirë dhe meritueshëm në pah puna e madhe plot pasion e kryer nga ai gjatë një periudhe rreth 60 vjeçare. Kështu, ai do zër edhe vendin që i takon me të drejtë në historinë e fotografisë shqiptare. Botuar tek gazeta Milosau, 26 gusht 2018. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj. Unë jam Aleko dhe kjo është Bruko Broadcast Radio. Mirë u dëgjofshim.